Giro d'Italia, një prej gjirove ciklistike më të rëndësishme të globit, për herë të parë është pajtur në Tiranë. Po sa do të zgjash Giro d'Italia, çfarë do të thotë ajo, çfarë përfaqëson? Giro d'Italia dhe Tour de France janë dy gjirot të ciklistike më të rëndësishme të globit. Bashkë me Giron e Spanjës, por shumë por këto të dyja janë kryesore. Gjëja e parë që do të sqaruar është që nuk është një Giro e ciklistëve italian, por një Giro e ciklistëve nga gjithë bota. Zhvillohet në Itali që prej vitit 1909 dhe ka kryesisht në kushtet aktuale 3 javë gara, pra që prej datës 9 maj që nisi në Tiranë dhe deri në datën 1 qershor që do të mbyllet në Romë në turin e fundit, në etapën e fundit që është brenda Romës. Zakonisht përshkruhen rreth 3500 kilometra, tash është hera parë që ka zhvilluar Shqipëri. Giro d'Italia është gjiroja më e rëndësishme që ka lidhur bashkë me Tour de Francën e ciklistëve botëror. Mbas luftes botërore, ajo është hyrë në një gjiro internacionale. Madje pjesa më e madhe fituesve vinë nga vende të tjera të botës dhe nuk janë italianë. Aktualisht në këtë që po e quajmë në sezonin 2025 janë 184 pjesëmarrës. Të ndarë në 23 ekipe, ku përfshihen ekipe dhe si ai Emirateve të Bashkuara Arabe. Giroja zgjat 21 ditë, ka nisur në datën 9 maj në Tiranë, do të vazhdojë 3 etapa në Tiranë, 9, 10, 11 maj, më pas transferohet në Lecce, vijon deri në datën 1 qershor. Fituesi i Giro d'Italias mban bluzën rozë. Ka nisur tash në vitin 1909 dhe prej 116 vjetësh, ky është viti 116, është gjiro më e rëndësishme italisë. Është zhvilluar madje dhe në vitet e para të luftës botërore, të luftës botërore dhe në vitet e luftës botërore, kur pothuajse pjesa më e madhe e aktiviteteve sportive ishin të ngrirë. Ajo që gjatë gjithë luftës po ndeni një pjesë të luftës. Giro d'Italia ka qenë edhe një prej ëndrave po quhet shqiptare, të cilës në mos të komunizmit mundoheshin të ktheheshin për të ndiqur përmes Italisë fituesit e saj. Aktualisht në Universitetin e Tiranës, i cili është edhe ai një ndërtim i kohës i arkitekturës racionaliste italiane të para luftës së dytë ose gjatë luftës së dytë botërore, sepse ai shtuar 1940, është vendosur që bluza rozë. Fituesi i Giro d'Italias mban bluzën rozë, maglia rosa si quhet, dhe zakonisht në vitet e fundit kanë qenë të huaj, është danez fituesi i fundit. Në Shqipëri ato do të lëvizin në etapën Durrës-Tiranë, pra lëvizën brenda Tiranës, do të vijojnë drejt Vlorës dhe nga Vlora do të transferohen në Lecce për vijimin tjetër. Giro d'Italia ka gjithmonë një prej eventeve më të rëndësishme po e quaj sportive të Italisë, është befasues fakti që kanë ardhur në Shqipëri, por gjithsesi, përveç se thjesht Giro turistike është një Giro ciklistike, është një promovim turistik i rëndësishëm për vendet prej nga kalon. Ai zhvillohet në Itali po dhe në vendet fqinj, pra jo vetëm në Shqipëri, është historike fakti që ka mbritur Shqipëri këtë, ashtu si Tour de France, i cili lëviz dhe në Itali, edhe në Francë dhe në vende të tjera. Pra, bëhet fjalë për dy prej gjirove më të rëndësishme ciklistike të globit, Giro d'Italia dhe Tour de France, të cilat nuk janë gjiro franceze dhe italiane, po janë një lloj gare ndërkombëtare të ciklistëve më të mirë të globit, të cilët marrin pjesë në këto dy gara. Ky është bulevardi qendror i Tiranës, i ndërtuar dhe nga italianët, i cili i gjithi është bllokuar tani për të vendosur finishin. Finishi është në këtë drejtim, në zonën përballë hotel Roxy dhe pjesës palatit Kongreseve, ndërsa në anën tjetër është zona e interesante se gjatë hyrjes në ciklistët ata që pjesërisht të Shqipërisë do të tregoj tani me disa filmime se si ishin edhe përpara. Natyrisht ka krijuar një lloj kaosi në Tiranë sot në ditë, por të bëhet fjalë për një prej gjirave më të rëndësishme të globit, do të vlet. Di që tani me sa nga momentet e garës ku ka gjithë atë bllokuar dhe mua dhe të tjerë.
Vinë ciklistët, po? Kur janë ciklistët? Giro d'Italia në Shqipëri na kapin mes të rrugës, duke shkuar për tek ulliri më i vjetër në Shqipëri në Petrel. Tulim qik zërin tani. Është duke ardhur turi, për turi këtu, sa të vinë turistët. Giro d'Italia në Shqipëri, në fakt nuk e di, shumë e çuditshme ishte, ja erdhën prapë forca policie. Giro d'Italia duhet kontrolloj tani në Giro d'Italia është etapa që shkon për në Elbasan, pas kanë zgjedhur këtë rrugë. Tash më duket se do lëvizim. Që nga 1909 që mbahet në Itali, Giro d'Italia dhe Tour de France janë dy nga gjirot, po e quaj, ciklistike më të rëndësishme të Europës. Sa shumë forca policie paska. Kemi ngelur rrugës tani duke prit, ja dhe një papaq që i paska hyrë Giro d'Italias në mes, prap polici tjetër. Ne jemi 50 metra nga kthesa që duhet marrim për te ulliri, por vazhdojmë me Giron. Shofim tani edhe edhe një tjetër. Polici vjen, por në i motor kalon, me sa duket makinat janë bllokuara. Prap polici, Giron s'po e shofim. Ministria Mbrojtjes. Prit. Erdhi se duket. Edhe tjetra. Nuk po shoh akoma. Vetëm polici. Eca në qikë më para djathës. Thot. Eca në qikë më para djathës, po këtu ka i shumë makina. Ne do presim sa të vi Giro d'Italia, se edhe një polis tjetër me sirena. Prit, janë duke ardhur. Kur të kap Giro d'Italia në makinë, që sa e bukur është. Tani po i xhirojmë pak nga jashtë, edhe një tjetër. Grupi parë duhet jetë i Joni, më duket, se i pash që ishin me Shqiponja.